Jemi rikthyer pa humbur kohë një me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjekim së bashku, shkurtimisht. Report Televizion siguron draftin e programit të qeverisës të kabinetit Rama 4, i cili do të prezantohet nesër në Kuvend. Shqipëria Evropiane është shtylla e parë dhe busulla e çdo reforme. Sot në konferencën e kryetarëve, opozita kërkoi debat pa limit për programin, por u vendos 10 minuta për çdo deputet. Këshilli i lartë i prokurorisë hapi garën për drejtuesin e ri të prokurorisë posaçme 3 muaj para mbarimit të mandatit të Altin Dumanit, në mbledhje dhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kandidat nga radhët e SPAK kanë afat për aplikim deri më 8 tetor. Kryeministri Edi Rama u prit në takim nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i cili e vlerësoi Shqipërisë si një aleate të fortë të NATO-s. Duam të bëjmë më shumë, tha Rama, por i lindim industrinë ushtarake. Prioritet është ndërtimi për portin e ri ushtarak të Porto Romanos. Në ditën e tretë të dëshmisë në Hag, zyrtari amerikan James Rubin tha se nuk ka dieni që Hashim Thaçi ka kërcënuar 2 anëtar të delegacionit të Kosovës në Rambuje. Rubin tregoi se vetë Thaçi u detyrua nga sekretarja e shtetit Medin Albright të firmoste në Rambuje, duke kërcënuar se nëse nuk nënshkruan, po i lë njerëzit të pambrojtur nga Serbi. Gjykata e Fierit zhvilloi sot seancën për masat e sigurisë për 6 arrestuarit e skemave të mashtrimit online të ngritur në Lushnjë dhe Divjak. Prokuroria kërkon burg për të gjithë. Vendimi jepet në orën 14:30. Të afërmit e të arrestuarve thonë se nuk e dinin që skema ishte e paligjshme. Prej ditës së djeshme, kur apeli posaçëm vendosi kthimin e Vangjush Dakos në Qeli, kryebashkiaku ndodhet i shtruar në spital për shkak të problemeve shëndetësore. Ai është shoqëruar nga efektivët e policisë së Durrësit, të cilët kanë ekzekutuar vendimin. Dakos i kanë mbetur vetëm 9 ditë burg për të shlyer. Sopranoja e mirënjohur shqiptare Ermonela Jaho vjen sonte me një koncert në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, në dirigjimin e maestros Fabrizio Maria Carminati, një kostish dhe drejtor artistik i Teatro Massimo Bellini në Catania. Do të vijë në skenën shqiptare kryeveprat botërore të muzikës klasike.